Zoti Sharka, sa i ekspozuar është bujqësia shqiptare ndaj këtij shtrenjtimi? Shqipëria është shumë e ekspozuar ndaj këtij efekti, sepse ne realisht importojmë 100% inputet bujqësore, plerat kimike, po ashtu edhe naftën. Fatkeqësisht kemi naftë, por nevojën e plotësojmë 100% nga importi. Është ndikuar bujqësia drejt për drejt, deklaratat e fundit fermerëve, nuk e di nëse keni pas rast të ndikni, kanë qenë që jemi dorëzuar, do shesim gjithçka dhe do ikim, sepse nuk shohim perspektivë, sepse rritja e produktit me 50% që fermerit të marrë të ardhurat drejta për punën e tij duhet shoqërohet me rritje të çmimit të shitjes 50%. Mirë, po kjo është e pamundur, qoftë për shkak të konjunkturave të tregut, sepse në vendin tonë kanë hyrë dhe hynë produkte bujqësore nga importi të vendeve të rajonit, kur edhe të vendeve tjera ku kosta e prodhimit është më e lirë për arsye objektive, sepse specifikat e Shqipërisë janë që kemi një strukturë të ekonomisë bujqësore të ndryshme nga vendet e tjera, kemi ferma të vogla, kemi fermerë të paorganizuar, kemi tokë të punueshme për frymë më pak se të gjithë në Evropë dhe kemi mekanik të vjetër, nuk kemi teknologji bashkëkohore që kanë disa vende, kështu që kemi kosto më të lartë prodhimi. Por ajo që duhet diskutohet, mendoj unë, është përtej kësaj kostos më të lartë prodhimi që ka vendi ynë, ne si shoqëri duhet vendosim një strategji që na intereson produkti vendës,